Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujrave, me kërkesë të ndërmarrjes publike, Pyjet Kombëtare ka dhënë pëlqim për vazhdimin e ndalimit të plotë të lëvizjes në pyje dhe në tokat pyjore në periudhën nga ora 12 deri në orën 24 në territorin që menaxhohet nga kjo ndërmarrje publike. Ndalimi vendoset për shkak të rritjes së rrezikut për shfaqjen e zjarreve në pyje dhe në hapësira të hapura, ndërsa do të jetë në fuqi nga data 1 deri më datë 30 shtator. Ndalimi plot i lëvizjes në pyje dhe në tokat pyjore nuk vlen për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, Policinë Pyjore, Qendrën për Menaxhim me Kriza, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Inspektoratin Shtetëror të Pylltarisë dhe Gjuetisë, ndërmarrjen publike Pyjet Kombëtare, si dhe për subjektet që kryejnë aktivitete pyjore, punime në pyje dhe aktivitete për mbrojtjen e pyjeve, si dhe për persona që kanë leje me shkrim për lëvizje në pyje. Lëvizja do të lejohet vetëm me leje me shkrim, të lëshuar nga njësitë rajonale të ndërmarrjes publike Pyjet Kombëtare Shkup për territorin që ato menaxhojnë. Për zbatimin e ndalimit janë përgjegjës punonjësit e ndërmarrjes publike Pyjet Kombëtare që merren me mbrojtjen e pyjeve, Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë, Policia Pyjore dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Nga ndërmarrja publike Pyjet Kombëtare theksojnë se për lëvizjen në pyje parqe, si dhe në parqet kombëtare, qytetarët duhet të informohen pranë subjekteve juridike që menaxhojnë këto territore.